ka firmosur për të qenë palë në gjykatë kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. 9.800 euro. Ndërkohë që sot aktualisht pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të pagur janë rreth 6.500 euro. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Ku jeni ju këtu? Çfarë kërkoni ju? Dhe në ndërkohë, ajo që e bën edhe më serioze këtë situatë është se pagat tuaja janë paga më të larta, goxha më të larta se në rajon, se në Maqedoninë e Veriut, se në Malezi, dhe janë paga të barabarta me gjykatësit në një vend të Bashkimit Evropian, siç është Greqia. Sot që flasim aktualisht, ju i keni pagat sa në Greqi, dhe ju doni t'i rrisni me nga 2.000-3.000 euro në muaj. Në emër të çfarë? Ju thoni në emër të ligjit dhe kushtetutës? Kjo është e pavërtet. Nuk ka ligj dhe nuk ka kushtetutë që ju jep juve këtë të drejtë dhe nuk është e shkruar as gjikundi. Dhe kur ju thoni ne nuk mund të heshtim përballë përballtjes kryeministrore, për çfarë përballtje e keni ju fjalën? Për cilën përballtje? Për cilën përballtje kryeministrore, publike dhe mediatike, tërësisht histerike, si guxoni ju të vendosni etiketime të tilla duke qenë arbitra?